për të folur rreth parafushatës, fushatës zgjedhore dhe ndikimit që ajo ka tek votuesit. Sot do të flasim me profën Raman Pasharizi, profesor universitar dhe njohës i komunikimit, me cilin do të diskutojmë për mënyrën se si ndërtohen mesazhet politike dhe sa ndikojnë ato te qytetarët. Prof, mirë se erdhe, profesori imi po ashtu. Mirë se gjeta. Shumë kënaqësi me ju pa, prof. Shumë kohë pa u taku. Nuk e di sa takosh shpesh me ish studentët e tu. Me thënë të drejtën, kohët e fundit më pak, se me që nuk jam aktivisht në medje, edhe pse jam pothuajse çdo natë me analiza politike, por pak më rrallë, madje edhe tash ty nuk po të shoh, po me siguri që po dukesh mirë se gjithë. Isha para studentëve të AB-s një ditë, u takova me studentët e sociologjisë dhe flisja për kohën e artë me juve dhe profesor Ibrahim Berishën veçmas. Përfshi edhe Mimoza Dokon, edhe Zamira Hysenin, por kemi pas një komunikim shumë të mirë si student. Keni qenë krah shumë i fort i joni në ditët e para, kur ne edhe punonim, edhe studionim. Faleminderit shumë për herë. Faleminderit juve dhe ju në vazhdimsi, dhe më thënë ju dhe gjithë studentët e tjerë në vazhdimsi kanë qenë krah i punës për mua, sepse në gjithë punën time, edhe në librat që i kam bërë pastaj, edhe në punimet, studentët kanë zënë një vend të rëndësishëm, sepse më kanë ndihmuar vazhdimisht me hulumtimet e tyre. Faleminderit. Unë sot deshta me ju pas në radar për parafushatën. Fushata nisot, por fushata ne të gjithë e dim, ose kjo parafushata që ka nis shumë ditë më parë. Çka është parafushata? Fatkeqësisht në Kosovë nuk ka vetëm parafushat në raport me ato që ju po i referoheni, referoni këtyre ditëve kur ende nuk ka nisur fushata, por që partitë politike në fakt e ka nisur realisht fushatën parazgjedhore. Fatkeqësisht te ne në Kosovë fushata zat përgjithmonë dhe në vend se të kemi një qasje qeverisëse, në qasje zhvillimore, partitë politike të cilat e marrin pushtetin vazhdojnë për 3 vjet apo 4 vjet apo sa gjatë mandati qeverisës që të vazhdojnë të bëjnë fushat. Domethënë nuk mendojnë aq shumë, nuk mërziten aq shumë për zhvillimin, për projektet zhvillimore, por më shumë mendojnë se si do t'jenë dhe si do t'dalin në zgjedhjet e ardhshme. Nuk ka ndryshuar asgjë. Ne jemi në fushat praktikisht tashe më shumë se një vit, kur ka nisur fushata zgjedhjeve të kaluara, dhe për gjatë 11 muajsh pothuajse që kur janë mbajtur zgjedhjet e fundit nacionale në Kosovë, ne kemi vazhduar të jemi në fushat, jo vetëm në zgjedhjet nacionale që i patëm, por përgjithsisht ka qenë një farë fushate, një farë bërje fushate, edhe tentimi përpjekja partive politike, gjoja përpjekja për t'i krijuar institucionet të cilat nuk u ban asnjëherë nga zgjedhjet e nënshkurtit, dhe rrjedhimisht kemi pasur ditët e fundit një fushat apo parafushat, siç i thoni ju, me të drejtë një parafushat të hershme, e cila është manifestuar me tiparet normale të një fushate të zakonshme, normale, ndonë se me që bëhet fjalë për zgjedhjet e jashtëzakonshme, fushata e rregullt si vjet nis sot, ndërkohë që të paktën lëvizjeve të vendosur dhe Lidhja Demokratike e Kosovës zyrtarisht fushatat e tyre ka nisur në brëm duke prezantuar kandidatët për deputet. E a fiton realisht gjatë fushatës programi apo propaganda, cila edhe dominon më shumë? Në të vërtet, disa nga partitë politike kanë pas prezantuar në zgjedhjet e kaluara programet e tyre qeverisëse, dhe mirë, po nuk është se u është kthyer në vot, nuk është përblyer me vot programi, nuk e di nëse kanë arritur ta plasojnë, ta shpjegojnë në mënyrën e duhur apo jo, nëse ka arritur ai program të shkojë në mënyrën e duhur në veshin dhe në mendjen e votuesve potencial. Unë mendoj që Kosova ka një votues mjaft të emancipuar, i cili ditë ndëshkoj qeverisjet të cilat nuk i përmbushin pritjet e tyre dhe nuk i përmbushin premtimet vetanake, mirë po ende, si në gjithë botën ashtu edhe te ne, propaganda sigurisht
që është mbizotruese për t'i bindur njerëzit për të votuar dhe kështu po ndodh edhe te ne. Unë me juve e kom mësu komunikimin, do doja shumë t'ju pyesja për rëndësinë e gjuhës dhe komunikimit gjatë fushatës nga politikanët, një profesor si ju, si e vlerëson? Gjuha dhe komunikimi janë shumë të rëndësishme. Fillimisht duhet të bëhet ajo që Alan Bell e ka quajtur dizajni audiencës, domethënë duhet të skanohet audienca dhe në bazë të këtij skanimi atëherë duhet të ndërtohet mënyra e komunikimit mbi bazat e atij që qysh moti Aristoteli e ka quajtur trekëndshi i retorikës, ku duhet pasur pak patos, duhet pasur pak etos dhe duhet pasur më shumë argument, domethënë. Dhe në këtë mënyrë duke e dizajnuar audiencën, duke e skanuar audiencën se cila është mënyra më e mirë për t'i plasuar idetë, mendoj që kjo nëse ndiqen këta hapa mund të kemi komunikim të efektshëm. Por një gjë e tillë, me thënë të drejtën, është goxha e vështirë, pasi që audienca është shumë heterogjene në këtë rast. Domethënë elektorati u përket shtresave të ndryshme sociale, elektorati është i arsimuar në mënyra të ndryshme, në nivele të ndryshme, elektorati ka nevoja dhe kërkesa të ndryshme, prandaj është shumë e vështirë, është një ndër llojet më të vështira të komunikimit real, nuk po flas për komunikim manipulativ, por për komunikim real, i cili synon që t'i plasoj idetë në mënyrën e duhur, idetë e synuara në mënyrën e duhur te audienca e synuar. E audienca e synuar në këtë rast është shumë heterogjene. Ti përdit përballesh me këtë punë duke ju përshtatur audiencës sate që është audiencë shumë e gjerë dhe shumë heterogjene, ndoshta edhe më heterogjene se sa partitë politike, të cilat megjithatë e kanë një farë lloj elektorati, një farë shtresë të caktuar, të synuar, të cilën përpiqen ta kapin, ndërkohë që audienca jote është shumë më e gjerë dhe më heterogjene dhe ti e di më mirë se çdo kush ndoshta se sa e vështirë është që tu përshtatesh të gjithëve dhe të kuptojnë të gjithë. Por për të kuptuar të gjithë duhet me qenë pak më i afër, duhet me qenë pak më i pranueshëm për shtresat të cilat mund ta kenë të vështirë për të kuptuar, ndërkohë që shtresat e tjera me pak përpjekje arrin të kuptojnë, me shtresat të theme më të larta apo më të arsimuara. Po prof, a mendon se mund të ndryshohen bindjet e qytetarëve gjatë fushatës, apo ata veç e vendosin më herët kë do ta votojnë? Janë të paktën dy shtresa në këtë kuptim. Është një shtresë e atyre të cilët janë militant, janë gati se besimtar që e përjetojnë përkatësinë politike, gati se në kuptim religjios dhe ata pothuajse nuk lëvizin, apo lëvizin vetëm në rastet e trandjeve të mëdha, siç ishin vitin 2000, ndërmjet 2019 dhe 2020, kur ndodhi ajo qarja e madhe e Lidhjes Demokratike të Kosovës, për shembull. Mirë po ka një shtresë, është ai elektorati gri që i thonë, elektorati i cili është i pavendosur e që gjithkund në botë, por përfshi edhe te ne, është një elektorat i cili synohet nga partitë politike, sepse kjo është ajo sasia prej 10-15% e njerëzve të cilët janë aq të emancipuar sa që presin ti dëgjojnë, ti shohin, ti prekin ofertat e partive politike dhe ti analizojnë pastaj në raport me interesat dhe interesimet dhe nevojat e tyre për të pasë ka të shkojnë, për kë të votojnë, kush i përmbush më së miri nevojat, interesat, interesimet dhe synimet e tyre. Prandaj janë të dy shtresa ndërmjet të cilave zakonisht sillen partitë politike. E roli i medjave dhe i rrjeteve sociale, sa mundet me ndiku në opinionin e fushatës? Po, sigurisht që me formësu një opinion, po. Po, roli i medjes është shumë i rëndësishëm, sepse medjet janë platforma përmes të cilave mund të komunikohet me më shumë njerëz, pasi sado i madh të jetë një tubim,
tubimet janë sikurse ndeshjet e futbollit ku tifozët më pak e këshyrin lojën e më shumë bëjnë tifozeri, domethënë tubimet politike janë të tilla, ndërkohë që të drejtuarit apo plasimi i ofertës përmes medjes kap shtresa më të gjera, kap audiencë më të gjerë dhe është në mënyrë pak më komode, më pak e orientuar nga zhurmat e tubimeve politike, më pak e orientuar nga efektet emocionale të tubimeve politike, dhe në media natyrisht që është një qetësi, një komoditet më i madh ku dikush mund ta kryejë fjalën deri në fund dhe ta plasoj idenë në mënyrën më të duhur. Mirë po, jo gjithmonë mediat janë të përshtatshme, pasi që ndodh se krijohet një perceptim i caktuar për mediat në shoqëri të caktuar dhe në faza të caktuara kur mediat stigmatizohen si përquese jo të së vërtetës, por përquese të një propagande caktuar të një partie apo të një grupi partish politike, dhe në këtë mënyrë deri diku humbet edhe besimi i medjave. Në këtë kuptim mund të ndikojnë edhe vetë mediat që të humbet besueshmëria e tyre duke u shndruar në palë në diskutimet politike, domethënë duke mos e ruajtur paanshmërinë që është ndër, unë mendoj, apo mund ta kemi edhe gabim, mund të duken paksa i vjetruar në këtë pikpamje, mendoj se mediat duhet të jenë të paanshme, analizat duhet të jenë të paanshme dhe të mbështetura, dhe jo që gazetarët dhe opinionistët të shndërrohen në palë me politikën duke u grindur me aktorët politik të cilët janë në garën e tyre, janë në shtratin e tyre. Të lutem nëse mundem me të shfrytëzu te kjo pjesa se më friksove, ndoshta jam i moshuar për media të paanshme. Unë e shoh bota që ecën drejt një fryme të monetizume që orienton audienca, por ne besoj ashtu siç na keni mësuar ju, duhet prapë se prapë ta ruajmë shtyllën kryesore të informimit. Se shohim në përbot, BBC-a akuzohet nga Trumpi, sot Rusia ka një lajm tjetër që etiketon Deutsche Wellen si organizate pa dëshiruar. A duhet ndryshojmë, prof, apo duhet qëndrojmë te ato shtyllat kryesore të një media? Unë nuk mendoj që duhet të ndryshojmë. Unë mendoj se sulmet që janë në modë, kryesisht nga njerëzit shumë të fuqishëm si Trump, si Putin, si udhëheqës të tjerë që shfaqin në tendencë më autoritare, po edhe të ne këtu në Kosovë, sulmet që u bëhen medjeve, kanë synimin që medjet të shndërrojnë në palë. Domethënë ky është qëllimi. Nëse një politikan, një udhëheqës politik apo udhëheqës institucional merret shumë me mediat, qëllimi i tij apo i saj është që mediat të shndërrojnë në palë. Dhe në momentin që median e shndërron në palë, media bëhet e pabesueshme për opinionin, për audiencën, dhe në këtë mënyrë u krijohet më shumë hapësirë manipulimi subjekteve, faktorëve politik dhe institucional për të qeverisur me metodat e tyre, për të korruptuar, për të keq qeverisur, për të mos i respektuar ligjet e të tjera. Dhe unë mendoj që duhet ndjekur shembulli i BBC-s që asnjëherë nuk shndërrohet në palë dhe për këtë arsye ka vazhduar të jetë shumë rezistente ndaj ndikimeve politike, duke i shpërfillur apo duke i demantuar në mënyrën e duhur pohimet të tilla nga udhëheqësit politik, jo vetëm nga Trump. BBC ka pas telashe për shembull edhe me Boris Johnsonin, BBC ka pas në vazhdimsi telashe me qeveri të ndryshme britanike, të cilat në fund janë detyruar të nënshtrohen BBC-s sepse i janë nënshtruar të vërtetës, sepse qëllimi i medias në fakt është kërkimi i së vërtetës dhe jo diçka tjetër. Nuk do doja asgjë më shumë të shtoja, veç të falenderoj, dhe kjo ishte pjesa më e rëndësishme me e kthyn kujtesë edhe të audienca rëndësinë e medias që e ka në shoqëri. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. E vlerësoj prof të shkovdita mbar. Gjithashtu, rupafshim. E jashtëzakonshëm ka qenë edhe atëherë në kohë studimesh pa frymë, e dëgjonim e gjithë klasa studentët që ishim atëherë, profesor Raman Paqarizi.